Njerëzit ankohen çdo ditë. Ankohen të rinjt, ankohen të moshuarit. Ankohen të shëndetshmit, ankohen të sëmurët. Ankohen të varfrit, ankohen edhe të pasurit. Na është bërë ankesa si një mënyrë jetese. Por më thuaj, kur ke falenderuar për herë të fundit? Jo për gjëra të mëdha, por për gjëra që ti sot i quan normale. Kur ke falenderuar për faktin që merr frym, për mundësinë që ke për t'ja nisur për ditë nga e para. Falenderimi nuk është një fjalë e bukur, nuk është as një mirësjellje sociale. Falenderimi është gjendje shpirtërore. Është momenti kur ti nuk e sheh jetën tënde si diçka që të takon, por si një dhuratë. Ndaj falendero tani, pa arsye, për shëndetin, për njerëzit që të rrethojnë, edhe për gjërat që ke në jetën tënde.